Por si dhe zgjedhjen e temave të gabuara. Dhe kjo u komentua shumë, kjo fjalia eliminimet politike mund t'jenë legjitime si aspirat, por edhe për to vendos antarësia si tërsi, jo ne individualisht. Pjesë e statusit të Abdi Gjikut. Nëse i referohet si kundër përgjigje ndaj zonjës Bajrami, unë nuk e shoh si tendencë për eliminim politik. Zoti Abdi Gjiku, zonja Bajrami do të jenë deputet të zgjedhur, qenë apo nuk qenë pjesë e leadershipit arshëm të LDK-s, dhe do të thotë tu s'kemi të bëjmë me tendenca për linçim. Këtu kemi të bëjmë për një fakt shumë të thjeshtë, që është vendosur një standard në partinë e tyre, dhe thonë që janë parti avangard demokratike, pasi që e kanë këtë standard, dhe tash nëse nuk e respektojnë atë standard, do thotë pikpyetja është, a janë me të vërtet parti e tillë apo jo? Pasi që standardi është vendosur, a do të vazhdohet me atë standard ose jo? Nëse nuk vazhdohet, atëherë është çështje e debatit edhe të tyre të mbrëmshëm, por edhe debatit publik. Nëse asgjë nuk ndryshon, çka do të jetë çësia e tyre në të ardhmen? Çfarë çësi do të kenë këta në rast të negocimit me Lëvizjen Vendosje dhe zotin Kurti, jo vetëm për presidenten, por pse jo ndoshta edhe një mundësi të bashkëqeverisjes si metodë e negocimit për presidentin në këtë rast. Kështu që ka shumë gjëra që duhen dhënë përgjigje nga LDK, dhe si duket në këtë moment askush në LDK nuk mund t'jap një përgjigje, pasi që kemi këtë debat të brendshëm. Edhe ndoshta ky rinumrimi i disa kutive, jo të gjitha, dhe pse kishte kërkesa që të ketë një numrim të plot, të e pa parasysh që kemi një devijim shumë të madh të votave të kandidatëve. Mirë, po ky dyjavorsh që u shtua si rezultat i rinumrimit, mbase do të jap pak më shumë hapësirë edhe këtyre që të kenë ndoshta një qartësi më të madhe sa i përket të ardhmës së tyre si parti. Mirë, po ajo që vlen është që është shumë e thjeshtë. Është një standard i vendosur, a doni ta respektoni ose jo? A ka njerëz që mund t'jenë figura politike